Fillojmë pa humbur kohë më gjerësisht, do të shkojmë në raportimin e parë të drejt për drejt për mëngjesin e sot. Me një në qytetin e Vlorës për të marrë më shumë detaje nga ekzekutimi i mëngjesit të djeshëm në qytetin bregdetar të Vlorës të një 58 vjeçari. Bëhet fjalë për ekzekutimin e Renato Hoxhajt. Çfarë ka deklaruar bashkëshortja e tij në dëshminë që ka dhënë në polici, cilat janë pistat deri tani të policisë dhe a ka persona të shoqëruar. Po, përshëndetje, në fakt sikur se tha dhe ju, ekzekutimi i 58 vjeçarit Renato Hoxhaj, policia vazhdon ende hetimet lidhur me ngjarjen. 4 pluma e kanë prekur Renato Hoxhën, 2 në kokë edhe 2 në trup. Çka është sipas edhe cilën policia ka arritur të grumbulloj kamerat e sigurisë dhe njëra prej tyre ka arritur ta filmojë sikurse kemi raportuar që prej ditën e djeshme që në katin e 5 të një objekti ka qenë një kamerë e cila filmon 360 gradë dhe policia ishte e bindur që e vetëm nga kamerët në cilën mund të kapte atë çka ka ndodhur ishte pikërisht ajo. Nga këshyrja e kamerave të sigurisë ka rezultuar se autori i cili ka ekzekutuar Renato Hoxhaj ka ardhur nga pjesa e pasme e shtëpisë Zumbaba, duke e pritur pikërisht në shtegun në të cilën ai shkonte tek banesa e tij, një rrugë e cila nuk përdoret nga qytetarë apo nga këmbësorë të ndryshëm, pasi i vetmi person që jetonte në atë familje ishte edhe në atë rrugicë ishte pikërisht Renato Hoxhaj, 58 vjeçari, i cili u ekzekutua ditën e djeshme me 4 pluma të lloj pistolet TT 9 mm. Të paktën kështu bën me dijen nga grupi i hetimeve të policisë. Ndërkohë që të mbledhi kamerat e sigurisë në zonën mbi Kuzumbaba, por edhe në lagjen në të cilën mendohet se autori është larguar. Pikërisht hyrja dhe rruga që ka ndjekur autori ka qenë duke ardhur mbrapa banesës, duke pritur në orët e para të mëngjesit, duke ekzekutuar dhe duke u larguar sërish. U shoqëruan 5 persona. Të 5 persona nuk është se kanë ndihmuar policinë e Vlorës lidhur me hetimin e fjalë, megjithatë në të cilën tha është shprehur se 58 vjeçari nuk ka patur asnjë konflikt. Kohët e fundit, megjithatë dilte në orët e vona të natës, ndoshta pinte kafe apo ashtu ishte jetesa e tij, megjithatë nuk ka ndihmuar as pak hetimet e policisë. Ka deklaruar se nuk ka patur probleme apo konflikte me persona të tjerë dhe mbetet enigmë ekzekutimi i 58 vjeçarit. Megjithatë policia është duke hetuar të kaluarën, duke marrë dhe një më përpara dhe duke pyetur nëse 58 vjeçari ka qenë ndonjëherë pjesë në një grupi kriminal në qytetin e Vlorës apo ka marrë pjesë ndonjëherë në ngjarje të ndryshme dhe për këtë është e vetmja pjesë në cilën policia po heton. Megjithatë vazhdojnë mbledhja e kamerave të sigurisë, vazhdon marrja në pyetje personave të cilët e njihnin 58 vjeçarin për të arritur dhe për të zbardhur sa të pak ngjarjen e cila është një ngjarje e rëndë në qytetin e Vlorës në orën 6 të mëngjesit në një zonë të cilën është e frekuentueshme nga qytetarët dhe autori ka zgjedhur pikërisht një rrugë në cilën nuk ka kamera. Çka dihet që ose policia ka dyshime të forta që autori mund të jetë nga qyteti i Vlorës, duke qenë se rrugën që ka hyrë dhe ka dalë pasi ka kryer vrasjen është një rrugë në cilën nuk është shumë e frekuentueshme. Duke zgjedhur dhe kapelen, ka mbajtur pra një kapele dhe një fytyrën në mënyrë që kamerat të mos e fokusonin dhe të humbte gjurmët e policisë. Nga ajo çfarë është fiksuar nga kamerat deri tani, ka arritur le të themi policia të marrë më shumë indicje për të arritur le të themi ta zbuloj autorin dhe sipas edhe filmimeve që ka në dorë tashmë policia, ka qenë një autori vetëm që ka marrë pjesë në ekzekutimin e 58 vjeçarit? Nga këshyrja paraprak e kamerave të sigurisë dhe nga ajo kamerë sigurisë që policia kishte hesimin dhe shpresën se do të fokusonte apo do të arrinte të identifikonte autorin, dallon vetëm një autor me i kamufluar edhe në një shall në mënyrë që mos të identifikojë pjesën e fytyrës, çka tregon që autori ka patur dieni lidhur me zonën në të cilën është monitoruar nga kamerat. Pikërisht që nga rruga që ka ndjekur dhe ka pritur për ta ekzekutuar, nëse do ishte dikush që nuk e njeh zonën, mund të kalonte pikërisht nga hyrja e bulevardit apo nga mbrapa poliklinikës, por është një zonë e cila është monitoruar me kamerë dhe normalisht autori ndoshta do të binte Qore, i themi në Vlorë, një rrugë që nuk frekuentohet nga qytetarët, ka kryer ekzekutimin dhe më pas është larguar sërish. Edhe pse rruga që ka ndjekur për të hyrë dhe për të dalë nuk është një terren i lehtë për autorët, por është një terren malor i cili ka kaluar në kodrat në Teqen e Kuzumbabas dhe më pas është larguar. Policia është duke ndjekur itinerarin për të marrë kamerat e sigurisë nëse autori mund të ketë gabuar, ndoshta ndonjë vend mund të ketë zbuluar
zbardhjen e identitetit të autorit. Faleminderit Mandi për gjitha këto detaje dhe informacione, nëse do të ketë të tjera zhvillime menjëherë do të lidhemi së bashku.